Aspekti tjetër është që natyrën e vigjit që përsëri e përmendëm, por që kohët e fundit në shumë zona të Shqipërisë po shikojmë që po zvendësohet nga fotovoltaikët apo nga ndërtimet masive fotovoltaikëve që sigurisht preferojmë të shikoni kodrina të bukura ku ta diuni pjesën juglindore të vendit dhe jo të mbushën ato faqet e kodrinave me pasqyrë apo me fotovoltaik që janë shumë të rëndësishëm për ekonominë shqiptare, kurse nuk është se jemi përkundrazi kanë ndikuar pozitivisht edhe në ruajtjen e çmimeve në sektorin energjetik, por duket sikur nuk ka një programim të mirëfillt në shumë aspekte. Për të gjitha këtyreve, për të mirën e ekonomisë shqiptare, për të mirën e qytetarëve shqiptarë, urojmë vërtet që ky sezon turistik të jetë vërtet i suksesshëm dhe qytetarët shqiptarë, sidomos ata që operojnë në sektorin e turizmit, mos të abuzojnë me çmimet, pasi ka vërtet një rritje të ndjeshme të çmimeve në produktet ushqimore dhe shumë prej qytetarëve shqiptarë do e kenë të vështirë që të kalojnë, ndoshta në të kaluar kaloni 15 ditë në ushqime në vit, tashmë në vitet e kaluara i kishin zbritur ndoshta në 7 apo në 10 ditë, por shqipen që si vetë rritjen e ndjeshme të çmimit ndoshta do e kenë të vështirë edhe për 5 ditë, kështu që uroj u bëj thirrje të gjithë operatorëve turistik të kenë le të themi të marrin në konsiderat edhe këtë aspekt, reduktojnë ndoshta marzhet e fitimit dhe të mbajnë çmimet jo shumë të larta për qytetarët, sidomos për qytetarët shqiptar. Në 3-4 minutat e fundit me që të kam, më lejo ta ndroj pak temën dhe të kërkoj një koment edhe për diçka që ka deklaruar kryeministri Rama për një kompani tjetër shtetërore, Albanian Digital Solutions, e cila do të merret me infrastrukturën teknologjike. Se e përmendët pak më parë që do dojë një shtet që nuk ka shumë pjesë në ekonomi, po duket se kemi shtet që kërkon. Kemi Kajon për mbrojtjen, tani kemi një tjetër për teknologjinë. Çfarë thotë që krijojnë këto kompani publike? Shikon, në literaturën ekonomike ka një debat shumë të madh për rolin e shtetit në ekonomi. Ajo që është diskutuar vazhdimisht është fakti që shpesh shteti është ineficient në menaxhimin e kompanive dhe kjo në një farë mënyrë kërkohet apo zgjidhjet më të mundshme janë kompani private që janë më eficiente që të operojnë në shtet. Ajo që është vënë vitet e fundit është një rritje ndjeshme e rolit të shtetit në ekonomi që nga një anë mund ta konsiderojmë pozitiv, por nga ana tjetër ka si në mbartje së rrisjesh nga mbrapa. Konkretisht, le të themi nëse do vlerësoja një gjë nga kjo qeveri në 13 vitet e fundit, do përmendja një sër shërbimesh të dhëna nga Albania. Megjithatë, ajo që duhet të nëzhfaqet që vendet e tjera jo se nuk i kanë kapacitetet për të ofruar shumë shërbime si që ofrojmë ne në mënyrë digjitale apo me anë të Albanias. Megjithatë, preferojnë që mos t'i ofrojnë këtë për arsye të sigurisë. Ajo që është vënë re në Shqipëri, kush është që të dhënat publike, do me të dhënat e shqiptarëve, nga më të rëndësishme u hodhën në treg, ku publikuan, do me thënë, ku bën publike. Kështu që nevojitet ndonjëherë që para se të ofrohet një shërbim publik, duhet të kemi edhe mundësitë që ne të jemi në gjendje ta ofrojmë mirë këtë shërbim publik. Pra, të garantojmë edhe standardin edhe sigurinë. Pra, frika kjo është për te aspektit që për rolin pozitiv të Kajos apo negativ, nuk dua të futem në këtë pjesë, në këto pak minuta të bisedës, do doja që më tepër se sa kjo duhet të jemi të sigurt që ky shërbim apo këto kompani publike të punojnë me eficiencë dhe le të themi të rritin mirëqenien e qytetarëve shqiptar apo të japin një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë shqiptare. Nuk kemi as për këtë dhe as për transparencën që ndodh pas këtyre kompanive kolektive, kështu t'i quajmë, që do të merren me gjitha këto gjëra. Patjetër është një problem vete që në një farë mënyrë nuk zgjidh problemin e korrupsionit relativisht të lartë që ka Shqipëria, nuk rrit, le të themi, nuk i jep zgjidhja